Sot tek sjelljet europiane të shqiptarëve do të flasim për disa tema dhe disa situata. Meqense jemi në terminal, qëndrojmë tek aeroporti dhe shohim radhat. Pra jemi radhat, por tek europianët. Të dy jemi në radhë. Fillojmë? Europeo. Il primo è europeo. Fillojmë. Ma signore, ma vai? Scusa, sì. Non è problema. Radhat në aeroport tek shqiptarët. Fillojmë? Ktheu. Fillojmë. Më fali qik. Qyqja, Më fal. që e të bëmi gotë? Më fal, po kam I qik gjyshen së mund. Po që e ka gjyqja të... hecë, vazhdo, ha. Alo? Qa thumi? Qa ka nodhë? Po qa thumi? Qa ka nodhë, qa po thot? Po e merë vesh qa po thot, pra, po ne po I them qa thumi, po ne. Qa thumi? Ashtu e? Qa do me dhimi? Do breke? Leila, ku shkojnë Leila ty mi motra? O goce, po pritme, o katunar, po prit. Motra, ikse na mytën to. A man më tjetra ka si thoi në të qame loti po kështu. A pra? Është shumë interesante një situatë. Si dalin europianët nga banjo e aeroportit? Kështu s'kam nevojë për ndihmën tënde se e bëj vetë europiani. Mirë. Fillojmë? Vjeni europeo. Si zotni? Si dalin shqiptarët nga banjo e aeroportit? Tu s'kam nevojë për ndihmën tate se e bëj. S'kena jotja. Fillojmë? Fillo. Qa bone? Situata tjetër, kontrolli I pasaportës dhe vullosja e pasaportës. Unë dhe më kontrollori, ti do jesh europian, por, se në mos të lë vetëm sot që europian, po të cilë në kraj një europian të vërtet. Por, kemi kënaqësinë e madhe të kemi një europian të vërtet, ambasadorin e Bashkimit Evropian në Shqipëri, zotin Ettore Sekui. Mirë mbrëma. Buonasera. Mbrëma. Mirë. Si. Si ishte? Mirë mbrëma. Si? Mirë mbrëma. Po që ka shqiptarë, po? Jo, është europian tamam, do më thonë europian. Atere, do fillojmë? Quanto tempo hai qui? Ho passato 7 anni. Qa tha? Ka 7 vjet në Shqipëri. 7 vjet në Shqipëri. Nuk je mërzit akoma? Mirë, atere fillojmë, vendosu në radhë. Mrapa zotit ambasador. Mettiamo alla fila. Ok. Il passaporto, per favore. Tutto ok, buon viaggio. Faleminderit. Il passaporto, per favore. Sono il suo amico. Il passaporto. Ecco. Buon viaggio, signore. Grazie. Tani, si kaloj në radhën e vullosjes pasaportave, shqiptarët, të dy jeni shqiptarë, dhe zoti ambasadorët shqiptarë. Pasaportën të lutem? Dhe ishte më mirë dhe thushe, që? Që pasaporta, po pra. Udhëtim të mbarë, zotëri? Faleminderit. Faleminderit juve? Pasaportën. Pasaportën. Pasaportën, pa. Qefë ka nemoj të unë jamre? Qefë ka nemoj pa? Qefë, unë jam pa. Kam dalë në flok ato, të shi ka vu nop, unë jam ato, unë jam pa. Mirë, qetësohu. U qetësove? U qetësove? Sa do rish? Kam të kse. I javë, kam mërdit, kam të kse. Po ka lujtë mensh, nona me shku me lomë kocët një talit. Po të kse. Po qetësomi, ka lo. Po ku tali lopën nga tonë ora. Po ka lomi, po të them ka lo. Hik, ka lo. Ciao. Ia. Sono da buongiorno. Jam ka mirë dita.
mirë dita. Mirë. Dove vai? A Bruxelles. Mborrel që ka të shkoj. Bruxelles. Je të shku në Bruxelles. A kem të ataku fylen, kem të ataku atje, ha? Fyle. Fylja, burri mirë, ha? Shumë mirë, Fyle. Shumë italiane, ne, ha? Italiana, anche lui. No. No, ha? Mi hec, si Po, mund që ti njeftati, kush re ma shumë aroma Berisha, ha? Kush re? Ki mente, Pinocchio, ki je più molto Pinocchio? Nuk kuptoj. Kuptoj, ti përshdo me fëjt, po, ha? Se ti njefta, pa I lirë meta, ka shkatina, ha? Po hec, Pra shkumto, ha? Pa sa lek me këtu në Shqipni? Quanto pagamento? Këtu, ma merë menja I 200.000 lek, që fut në gjep një mo, muj për muj, ha? Shumë pun, pak lek. Shumë pun, pak lek, kriza move non, kriza move, kriz. Do t'i shesë gjia, pas do mi. Ka mu nona me vete, ca ves, gjiz, djav. No. A dhe me qit në I kokër vetë, bëj 100 era kokra. E ka bu nona me dur të vete. Vash, pas ke bo vezën ti me dorën tate? Pa mas min pasaj, me vesh ki gëj hujët, ki gjote të të. Atere, Grazie. situata tjetër. Si e përkthejnë politikanët shqiptar Bashkimin Evropian? Përfaqësuesi Bashkimit Evropian, io sono di gruppo parlamentare socialista e Besi gruppo parlamentare democratico. Demokratiko. Gëzuar vitin e ri. Again. Ancora? Gëzuar vitin e ri. Partia Socialiste e dëgjoj me vëmendje Bashkimin Evropian, BE-ja foli qartë, tha fajin e ka Saliu. Më falë, se ti e ke gabim, BE-ja foli qartë dhe tha që Edi Rama është fajtori pse Shqipëria nuk është fut në Bashkimin Ju zotri gënjeni ditën me djetë. Europa tha keni fajin ju. Vitin e ri, do me thonë që fajin e ka. Jo. Gëzuar vitin e ri shqiptare. Se pas të me. Ok. Allora. Sì, ok, vogliamo bene io e lui. Quest'anno è molto importante per l'Albania perché è l'anno in cui potete avvicinarvi all'Europa. Ok. Però dovete collaborare. Ci vuole dialogo. Ecco. Oppa. Dialogo è la parola più importante per andare in Europa. Gian. Bravo. Tutto ok. Bravo. Grazie. Me qënë se jemi në mbrëmjen e ndërimit të viteve, si e festojnë vitin e ri europianët? Festeggiamo Capobuono Europeo, cittadino europeo. Festeggiamo Capobuono? Capodanno. Ja se të shi... Erion, urdhë? Ta kishim morë kur kishim nevoj për vizat. Salute. Auguri a tutti. Però io voglio fare un augurio a tutti gli amici albanesi. Gëzuar vitin e ri. Questa è tutta per lei. Grazie signor ambasciatore. Grazie. Questo possiamo metterlo qui? Ecco qui. Grazie.
Mu më duket se do bëj dhurat pasaportën, se ka gjë tjetër me vete. Grazie. Thank you. Dhe ne tani themi të vazhdojmë ne të dy si shqiptar, kështu që ne falenderojmë nga zemra zotin ambasador që ka qenë sot me ne dhe përcjellim një duartërvitje të madhe. Grazie. Grazie, signor ambasadore, grazie. Si e presin ndrimin e viteve shqiptarët. Gati? Hajde. Zuar më! 2013. Nuk u përmes. Ja. Jo me funda vë. Çfarë më? Kjo është shtata vë. A? Është shtata kjo. Jo më, kemi kohë. Kaloj 12.